Nga kjo e inte ka nisur në portin më të madh në vend lundrimet e dy fishta të tragedive të linjës Durrës-Bari dhe Anasjelltas për të përballuar fluksin e udhëtarëve. Festat e fundvitit shoqërohen me fluks të shtuar në hyrje, pasi shumë emigrant kthehen atje për të kaluar pushimet. Ku mendoni të kaloni pushimet? Do na vinë fëmijët. Qef kena në shtëpi, se ne shqiptarët e kena që traditën me ne ke shtëpia. Megjithatë akoma se kena vendos. Pres do kalamoj të javën tjetër. Keni ardhur për të kaluar pushimet? Po. Ku do t'i kaloni? Po Gradec. Por përveç shqiptarëve që kthehen për të kaluar pushimet pranë familjeve, nuk mungojnë dhe të huajt që kanë zgjedhur vendin tonë si destinacion për të kaluar Krishtlindjen dhe vitin e ri. Do të qëndrojmë deri për vit të ri. Do të shkojmë në Berak, Gjirokastër dhe pastaj do të shkojmë në Greqi. Vim për herë të dytë. Kemi qenë këtu 8 vite më parë. Atëherë vizituam Tiranën, Durrësin, Gjirokastrën dhe Beratin. Nga hera e parë kur isha këtu tek ju kujtoj ushqimin. E keni shumë të mirë. Tani po vi të shoh ndryshimet që ka pësuar vendi juaj. Jam kurioze të shoh si keni evoluar. Edhe herën e kaluar kur kemi qenë në Shqipëri ishte dimër. Autoritetet portuale kanë marrë të gjitha masat për të përpunuar në kohë rekord udhëtarët dhe automjetet. Janë 4 ditë intensive nga të cilat autoriteti portual, dega doganore Durrës, forcat e policisë kufitare, të cilat do të punojnë me 24 sportele. Gjatë mëngjesit të sotëm rreth 1000 udhëtarë mbërritën me 3 tragjetet e linjës Bari-Durrës, ndërkohë që në mbrëmje pritet mbërritja e një tjetër mjeti lundrues.